Për mirë menaxhimin, por dhe monitorimin e stacioneve tarifore në rrugët me pagesë, Autoriteti Rrugor Shqiptar parashikon të ndërtojë një platformë të dedikuar, e cilësuar si platforma Smart Tolling Software. Ky mekanizëm do të mbledhë dhe analizojë të dhëna mbi vëllimet e trafikut, klasifikimet e automjeteve, shpejtësinë e automjeteve dhe tarifat e pritshme dhe të mbledhura nga të gjithë rrugët me pagesë, aktuale por dhe ato që janë në ndërtim. Aftësitë e të dhënave të platformës Smart Tolling Software dhe raporti duhet të lejojë menaxhimin më të mirë të operacioneve të tarifave duke siguruar të ardhura maksimale. Duhet të zhvillohet një software për të automatizuar mbledhjen e tarifave dhe shkëmbimin e informacionit në autostradat ekzistuese dhe të reja. Nëpërmjet tenderit të hapur me vlerë 120.3 milion lek ose 1.2 milion euro të financuar nga buxheti i shtetit, ARSH-ja synon zhvillimin e platformës brenda një periudhe kohore prej 455 ditë nga nënshkrimi i kontratës. Platforma do të mirë menaxhohet dhe enti kombëtar i operimit rrugor si dhe koncesionar të ekzistues. Me pagesë në Shqipëri janë rruga e Kombit, Thuman Kashar, ndërsa me pagesë siç është deklaruar nga qeveria do të jetë edhe tuneli Llogaras, por edhe segmentet e rrugës Kashar-Lekaj. Aktualisht, rrugë të tilla monitorojnë dhe mirëmbajnë nga enti kombëtar i operimit rrugor.